ndryshe nga mamat që bëjnë Po, në fillim. javët e para, unë e kam bërë në javën e 26 të shtazzanisë, sepse mjeku grek që në atë kohë mua duhet të më bënte kontrollin ekografia morfologjike, ka evidentuar golf balls, quhen disa shenja njolla të bardha tek zemra e bebit, që nëse e marrim të mirëqenë thjesht si një simptom të vetme, ajo lidhet me një problem, me një sindrom. Dhe mjeku që më ndihte mua që bënte gjithashtu vlerësimin, I tillë ishte protokolli I spitalit ku unë kam lindur, më ka qetësuar dhe më ka thënë, Artemisa, unë nga ana profesionale dhe humane marr përsipër të garantoj që vajza nuk ka asgjë. Sepse shikoj hundën, shikoj qafën, shikoj zorët dhe tjera me radhë. Mos bëj asnjë kontroll tjetër sepse do lahen me shtatzanin dhe më ka thënë mos u fut të googullosh sepse e sigurt që do të stresosh veten dhe do të dalin teori të ndryshme.